Për herë të parë, kënga fituese në kategorinë 9-14 vjeçe e festivalit mbarkumtar të këngës për fëmijë në Shkodër do të përfaqësojë Shqipërinë në garën prestigjioze europiane, Eurosong Junior Contest. Ky hap historik u bë i mundur fal marrëveshjes së nënshkruar mes Bashkisë së Shkodrës dhe Radio Televizionit Shqiptar. Për kryetarin e bashkisë Benet Beci, ky është një lajm shumë i rëndësishëm që jep edhe më shumë peshë dhe rëndësi festivalit tradicional të Shkodrës, i cili këtë vit feston 63 vjetorin e tij. Desha ndaj një lajm shumë të mirë për Shkodrën sot. Kemi tashmë një marrëveshje me Radio Televizionin Shqiptar dhe me Eurosong për të pasur përfaqësinë tonë të Festivalit Fëmijëve të Shkodrës në Eurosong për fëmijë. Besoj që do të jetë një kontribut i jashtëzakonshëm edhe një mbështetje e jashtëzakonshme për talentet e Shkodrës në një festival kaq prestigjioz siç është Eurosongu për fëmijë në Europë. Skena e këtij festivali mbetet një ndër platformat unike për promovimin e krijimtarisë muzikore për fëmijë dhe zbulimin e talenteve të reja nga e gjithë Shqipëria dhe më gjerë, ndërkohë që sot ky festival fiton një dimension të ri ndërkombëtar. Shkodra këtë vit ngjitet në skenën europiane, jo vetëm me muzikën për fëmijë, por edhe me përfaqësimin e Shkodra elektronike në Eurosong për të rritur, duke përfaqësuar Shkodrën dhe Shqipërinë në këtë event ndërkombëtar, sepse arti shkodran është sot pa diskutim ambasadori i Shqipërisë në Europë.